Jemi rikthy në studio dhe është koha për një tjetër bised, edhe do të flasim me Blerta Sopaj, e cila jeton në Zvicër, mirë po puna, duket që po e sjell në Kosovë se cilën herë më shpesh e më shpesh. Blerta, mirë se erdhe, kënaqësi që jemi bashkë. Përshëndetje, mirë se gjeta, Dilara, faleminderit shumë për ftesën. Qysh tu kalu, fillimisht më trega, ke ardhur për punë, kështu që po më duket Kosova ka më të bëjë më shumë për punë se sa për qef. Kosovën e kam ma shumë si për punë për mu knaq, se di kur vi me shiju taman, kështu se ton vitin e kem se gjysë sezon, apet gjysë sezon, gjerimet e vitit ri, kështu që po mundomi pak mi pa familjet, e pak mu arktu, e pak me punu dishka, e po mundomi me... Kur përhapë shumë tani ka një herë të mesin do sene, kështu apo unë është me adal me krej. Vala mesin gjysë shumë herë, po duna me shku prap atje se jetën e kom jetojnë Zvicër, edhe jetën e kom andej, familjen, edhe kur e gjej pushimin, ka njerë ndodhë premë të shtunën dilen, shkoj, i zgjidhi punët, prap këthena, po gjithmonë me angazhime. Blerta, ke linë në Zvicër, apo kur ke shku në Zvicër? Jo, une nuk kam linë në Zvicër, në moshën 25 vjeqare, do më thonë kom dal jashtë në Zvicër. Pse e le Kosovën për Zvicrën? A pa ndonjë arsye të fortë? Se u martova. Po, s'ka arsye ma të fortë që kjo s'ka. U martova atje edhe u mundova mu mësu me jetën e gurbetit, po për mu ka qenë shumë e vështirë, se unë e këtu kam qenë 25 vite, edhe me fillu jetën atje u kone randë, pak në fillim, deri sa jam stabilizu me gjanat e mija atje, po tashti mirë është, po si vendet në ka, si Kosova. Ska, po të ngrej tash Kosova me punë edhe gjenë një arsye për më ardhë, se cilën herë më shumë. Pa tjetër, na veç e kemë përkosh me jetën atje, se besoj që Inshallah, po shpresoj që bëhet koha për më ardhë me jetu këtu. Shpresoj që të realizohet kjo dëshirë. Flasim pak për ty, moshën 25 vjeqare shkove atje edhe sigurisht nisi gjithë shka prej fillimit, sepse në një vend huj nisi gjithë shka prej fillimit, ambienti edhe gjithë shka tjetër. Me qëfar sfida u balafaqove? Ndonë se the dhe ti është njëna për arsyeve më të mëdhaja edhe kur e ke dhe dashnin i harën këto tjerat, mandej sfidat edhe gjithë shka tjetër. Nuk e kum gjitë edhe shumë atë dashnin, me thonë, më ka mungu gjithë shka. Atje kur kum shku për herë parë, jo mundu gjithmonë vetë, mas pari. Po të miren e kum pas që i kum pas familjarët e mi atje, i kom tezet e mi atje, kom doj, dhe kom familjarë atje që më ka nejtë ofër shumë, sidomos tezja e vogël më ka nejtë ofër shumë, me gjithë familjen e vetë, edhe një 5 vitet e para, kam qenë shumë, nuk e kum ditë, kam shku me një vend huj, se s'kam dalë jashtë, deri në moshën 25 vjeqare, veç deri në Shqipni, edhe në Kosovë. Se e tim që shka qenë edhe atëherë edhe ajo koha atëherë, po. Edhe kur dola, do me thonë, njerë mas pari me venin, nuk o adaptojsha me venin, pastaj shoqënia, rrethi, gjuha, gjithë shka ka qenë për mu si kur me linde para. Çdo send ka lindë për spari herë, me mësu gjanat, po mas 5 viteve kum nis ka pak me u adaptu, me mësu gjuhën, rrethin, mu njoft me shqiptar, me mbramje, pastaj nisa mu marrë me muzikë edhe atje, se këtu i lashdas ma të shkova atje, krejt si një bot tjetër mu ka duk. Po tani masi nisa me shqiptar, edhe më ka ndimu për me majtë mbramja atje, me hinë rreth muzikës, kështu që dikur u stabilizova. Qysh ishte pjesa e mbramjeve dhe pjesa e muzikës atje? Ndonë se e dim që në Zvicër ka një numër të madh të shqiptarëve, mirë po ndoshta nuk funksionon njëjtë, sepse e dim që kryesisht edhe mërgimtarët vinë në Kosovë kur bëhet fjalë për ahengje, për dasma dhe për gjithë shka tjetër. Për ahengje familjare po flas, ahengjet familjare janë njësoj. Se tash ka njëse dhe dasmat atje po bohen ma shumë. Tash sezona verës bile si vjetë, për krejtu kone angazhume, po tash e shof që edhe në Zvicër i bojnë fejesa, martesa. Ndoshta ka njës pak mu dhe djesu shqiptarët, po jënë të njejta. Ambramjet dalojnë shumë, se për shembull atje është zhanri muzikës
e cila kënuhet pak ma shumë tallava. Edhe në përshisha baret të në Kosovë kënuhen këngë të Shqipe, cilat jam rrit me to edhe i vlerësoj shumë edhe nuk që s'knoj tallava, po jam shqiptar edhe ja Pra kom ti nis për që në Zvicër kërkohet ma shumë tallava, dalli me Kosovën. Po mendoj që po, pak ma shumë. Se për shembull, ku më ka ra me kënu me një shisha bar këtu në Kosovë, edhe në Zvicër, ka dallu muzika. Tallava këtu nuk nuhet në mbrëmje rinore, e kam fjallën. E në dasma? Veç në dasma po, këndohet tallavaja mix, ma shkurt, më i me thonë. Në dasma janë kërkesat ndryshme, mandej, varësisht edhe prej regione, po besoj se ku këndon ose diçka dallohen këto. Une nuk jam e komplikushme shumë, kështu që mundona mu për shtatë, në qëfar do mënyre edhe veç pozitive. Po. A ke pas në një moment qoftë në karrierë të muzikës, qoftë edhe një jetën personale në Zvicër që the që i bolla vetës që erdha dhe që e ke mendu mu rekti prap në Kosovë? Nuk i bi pishman për kur gjoheq. Shka do që të ndodhë nuk është e rasishme, kështu që është e planifikume, edhe nuk i bi kur gjo pishman, me rëndësi është me pas shëndetin, edhe unë jam këtu ku jam falë familjes teme, edhe falë për krajës që më kanë donë ata çdo herë, edhe për shkak të rrethonave që shi kanë pas, edhe për shkak të babit që na atë ku na kanë bojt, veç aj, po jemi mundu me qenë ofër familjes gjithmonë. Po. Kur ke nis me muzikën, Blerta? Une prej e vogël kom nis. Une edhe një motër e kom një vjetë ma të vogël. Edhe une kam qenë gjithmonë e gjallë. Edhe ajo gjithmonë ka ra prej sistemit. Po vrehesh prej energjisë, që përna për qërë dhe neve në studio. Energjia jeme, asaj gjithmonë energjinja ku marë. Edhe kështu që kudo që u zhvillojshin dasmat në Kojshi, te Dajt, une kam qenë e para. A defit, a me knu kështu, pa muzika, gjdo kun i fut qa hund vesh në muzikë, ku ka def, unë e para. E kështu që motra dytë nuk u kon ajo, gjithë ja këmëzon rrugën, po. Edhe qysh i mon men këto momentet tua, momentet ma të mira, si fmi, moj momentet shumë të mira. Unë nuk jëm rrit vish me familje. Une qyshe vogël, mami jem kur nuk më kanë zonë shpi. Aja gjithë në Kojshim ka lyp muë, për me hongër bukë ose për diçka dreka, dorka. Hupi qika, ku shkoj qika? Une në Kojshi. Në Kojshi, ma shumë rrethi familjarë si babit, si mamit më ka njoftë mu ma shumë. Si Blert. Edhe pse jena 5 fëmijë në familje. Po që te... Unë jam kanë ma e gjalla, me krejt. Gjithmonë në. Sot ka ndimu që kjo pjesë, që në karierën pastaj, sepse kur je ma e gjallë dhe për të në shumë balet edhe ma thjeshtë edhe gjithë qka tjetër. E kam fjallën në kuptimin e mirë, pozitiv, gjdo sen më ka ndimu. Gjdo sen. Mi ka hop dyrt për gjdo, për muzikë, për qka do qoftë, për mirë mi ka hop dyrt shumë. Sepse me qenë ngurët edhe, me qenë arrogante, me u tërhiek shumë, mendje madhësia, këto nuk ekzistojnë të une. Nuk e kam një farloj qëndrimi, po edhe me të parën herë me nejtë me dikon liruna, nuk do me thonë të ashte munduna me njoft, po jam komunikuse. Jam komunikuse. Kur flasim për muzikën edhe karierën për gjithësi, kur ke vendosë që me njësë në njërë profesionale, kështu sigurisht që e the dhe ti që ke qenë e re, ke pas dikën më përpara, qofë në familje, qofë në rreth pak më gjanë që është marrë me muzikë? Po, unë e kam të rashëgu prej nga Dajt. Do me thonë, bab Gjyshi, babi i mamit, a i ma ka zbulu talentin e parë sa i kam shu qiftelis. Edhe a i ma ka zbulu talentin e parë kur më ka marrë për parën herë mi më shu qiftelis edhe me knu kongë. Pra ti din edhe me qiftelia? Po, une pastaj kam vazhdu në shkollën fillore, në shkollën e mesme, do me thonë profesori muzikës, Ibrahim Amiti, a i ka qenë profesori i cili ja ka zbulu talentin edhe Shkurt e Fezës, Shyret e Belulit, Motra Mustafa, pastaj ku marrë dhune. Edhe bile ka qenë kohën
pak para vdekjes, do më thonë 2-3 vite, masi e kam përfundu shkollën e mesme, a i ka qenë që ma ka zbulu kështu edhe që më ka shti në shoqëri kultura artistike Gjergj Kastriuti Skënderbeu, që ka qenë në Suarik. Po. Do më thonë, si shoqëri. Pra edhe ti vjen nga rrethi i bilbilave. Po, qata bilbilat i kom një 5 minuta kështu me dojnë. I kom që... Suhareka na pas ka prodhu talenta. Jom shumë e fat që gëzojmë na si shqiptar që kem këngëtare si Shkurta, Shëretja, Motrat Mustafa. Sigurisht që po. Vlerësoj shumë. Qysh nisi me evente pastaj, sepse marrësh pjesë në evente ndosma ose çka do që organizoni familje është përgjithësi. Nuk e di qysh rahatone, sidomos gjatë verës. Unë s'di mu rahatu heq. Se për një me, kur e merr një dosëm, e din që është shumë përgjithësi, sepse diçka me shku keqa e vetë s'kthehet mo. Dilara une, do më thonë, bas shkollës mesme, e ku marrë kështu intenziv dosmat. Edhe i kum pas gjdo verë, kum bashkëpunu me disa kolegë, si fillim. Po. Kum bashkëpunu me Hamza Lapçevën, kum bashkëpunu me Shoqërinë Kaferizoi, Ramadan Selimin me orkester. Me orkester ku kum vazhdu vetë, do më thonë me orkester. Edhe e kum bajt një vjet a 2. Mas i mra me shku në Zvicër, pastaj na undo, se cili ka këqyrë mandej profesionin e vetë. Po. Edhe aty e ku marrë startin kështu me ditë qa është dasma, edhe me ditë mi dhonë rëndësi dasmës. Taman. Me pas një përgjithësi. Unë për veti kam shumë përgjithësi në dasma ku shkoj. Bile shumë kolegë edhe shumë këngëtarë ma bojnë blerti si ti ndasëm ti nuk din me nejt me një ven. Se unë gjithmonë shkoj të zoja dasmës, a është në regull që kjo, a është kur m'ja nis, kur me përfundu, qka dëshironi, a din munduna sa ma shumë m'ja u maru qefin, që me dalë të knaqën. Ajo e para është që kur t'nisi me knu mas parja ju pelqej, po une gjithmonë dasmat i rezervoj, zakonisht kur t'knoj live në dasma, unë i rezervoj dasmat për vitin tjetër. Do më thonë që ato për që ato është marketingu jëtë? Po, marketingu jam është gjithmonë kur jom live në dasma, edhe mbramje. Arkiv kam YouTube, kam këngët e mija, po nuk kam ndoshta atë shumë për shkak të jetës private që e kom pas, këtu e në Zvicër, pastaj familja, nuk kom mujtë ndoshta me qenë shumë aktive. Amo tash, besoj tash jom shumë aktive. Po, sa i përket pjesës muzikës për qefe, kështu në YouTube, qa këndan më shumë? Për dasma, apo balada që në tregove që i ki shumë për qefe? Prej qiftelijave kur ja kum nis, popullore, pop folk kam, kote fundit po mundona me bo mix, edhe mi u përshtat kohës pak. Po, tash në Kosovë thash e edhe me punjetu përgadit për klipin e ri edhe po munohësh gjithë qka në detaje, qysh është të shku? Deri që ta është i shumë mirë, do më thonë njësër startoj me gjirimin e klipit, edhe besoj se shumë shpejt ka mu lansu. Po. është një kongë ritmike. Okej, në dimër po na vjen me diçka ritmike. Po, ritmike. Zakoni, që gjithmonë kam shku prej asojna që sezona me qenë e zjartë, vjeshta me qenë balada, po une kom nis me ndryshu pak. Ma mirë, se vjeshta është pak edhe kështu e depresionaft, po dhe... Po dhe, e kështu që une po du me mojt halo pak në atmosferë. Për që ata. Nësë se na duhet pak energji edhe gjatë vjeshtës. Po që ajo, se gjithmonë me balada, krejtu vujt, e kështu që une po du me thuj pak atë. Mirë, ta këndona diçka para se me nisë dhe me folë dhe me të njoftë dhe ma shumë dështë jashta muzikës. Këshëm këndu diçka live, nëse nuk e ke të lash? Pa tjetër që po. Unë zakonisht i knoj edhe ritmike i knoj, po e kisha knu një balad. Hajde, po të ndëgjojmë. Edhe të këngëtarve tonë të mirë njërë, cilë të ngojmë gjdo ditë. Po të ndëgjojmë e shumë qef. Era dhe fjallët më mbetën, ndjenjat dhe mali më tretën,
Trupin sot të ftohtë kam, akull zemra ime jam, ti se din, dhe vazhdon godet si thik, lodhe shpirtin, që ta dha gjithë dashurin, mos haro, se kur thyesh nuk gënjen, edhe jetën me ta fal, për ty ja vlen. Falinderit shumë, Blerta, shumë falinderit, në zonë shumë të mirë. Nuk e dina, nuk e vrajtëm, nështë që nuk jena profesionista, a më zonën shumë të mirë. Falinderit. Kështu që kisha preferu edhe një balot gjatë qyzhat të timre. Pa tjetër që po. Më kështu se definitivisht e për mirë. Blerta, kush është Blerta jashtë muzikës? Qush është jeta jote jashtë muzikës? Apo gjithë qka që bën lidhet me muzikë? Te une gjithë shka që bëj lidhet me muzikë. Prej kur quna, edhe të i bo punë të shpisë, pa e lidh gjatë ditës me muzikë, dishka nuk shkën. Ose jam të bisedu për muzikë, ose aden është diçka që më lidh me muzikën. Po kam shoqni, kam rreth, edhe bile sidomos kohëve të fundit, viteve të fundit, jam shumë pozitive. Nuk di as me menu negativ. Kërë ke marrë që pozitivitet? Pozitivitetin e ku marrë që 5 vitet e fundit, jo marrë me meditim, edhe më kanë pëlqy këtu femnat shqiptare, sidomos kohëve të fundit, ka nisë mu vedjesu ma shumë për veten, me marrë veten, në aspektin e mirë edhe në aspekt pozitiv, si familjare, si me profesion, edhe mu si Blert më ka lidhë shumë. Unë jam shumë e lidhë me venin tem. Unë nuk di qa bëhet në Zvicera nina. Unë edhe televizionin, veç jeta kështu, se unë edhe televizionin ati as nuk e kom me kablat të rjetit Zvicran hitë shklidh. E kom me Klan Kosova, televizionet shqiptare, televizioni juj, këto krejt. I kam kështu në rend parë. Po, kur flasim që e the që meditimi dhe gjithë shka ta ka ndryshu jetën, qysh nise me meditu? Ke si nevoj, me bone veç për qefe, apo qysh? Sepse shriem që në kohë të fundit ka nis me hi edhe si në trend pak, po që edhe realisht njerës thonë që ju bën shumë mirë. Po, ndoshta dhe nuk jam konë vetë vetja. Ndoshta kohëve të fundit këm nisë me një vetën ma mirë, edhe definitivisht jom ta manë Blerta Sopaj, kështu, edhe këmsu shumë, këmsu me marë energji pozitive, mu marë ma shumë me malin, me natyren, edhe i këm pas këtu gjona që më kanë bo shumë, më një mirë. Po. Mirë shumë. Blerta, emisioni ka emrin ëmël, kështu që sigurisht du me të pyjtë cilë është momenti ma ëmël njëtën tënde, që e këshë ndoa me ne edhe shikus tonë. Momenti ma ëmël njëtën tem, kur më ka arë njëtë djali jem, është momenti ma ëmël. E pas që me jetë gjatë, qështë e këshë përshkru këtë moment? është mu bonon, mja ditë rëndësinë dhe vlerën e vladit, për mu kanë jeta ma ëmël, edhe ma ëmël që ka fillu. Edhe sot i gëzona faktit edhe falemderit Zotit që e kam. Qysh është ndjesia si non, përgjithësia që e ke pastaj edhe ndoshta sakrificat që si prind i bën për fëmijën tënd. Tash edhe e kupton që e the edhe ma herët e din sa shumë ka sakrifiku edhe babai ju për juve, që e the ka mbajt ndoshta këtë familje me një punë. Unë jam vetë non, vetë bab. Edhe kështu që për mu është ai fëmijë, ai qa që është, kur gjo nuk jo me gjallon e qa është ai. A unë e pres shumë prej tina, se është shumë talent, edhe është i regjistru në futbol në Zvicer, po din edhe pianos me më shumë të njëjtën ko, edhe për shkollë është të vazhdu shumë mirë, edhe po shpresoj që tash e ka të nevojshme angazhimin shumë, sepse është mosha që ka kalu në 12 vjetë, edhe tash të është mosha ku unë duhet mu kujdes ndoshta ma shumë se që duhet. Po, është mosha më ndishme. Po është shumë fëmi i ëmël me të vërtit. Po, e përmende që ka pasionet ndryshme, futbolin, po edhe muzikën, po edhe është i mirë në mësime.
Qysh e sheh të ardhmën e ti? Nëse kish zgjedh edhe ai mu marrë me muzikë, cila kish me qenë këshilla jote, e kishe preferu këtë pjesë, apo ndoshta për atë arsye e kom shti në 2-3 drejtimet ndryshme, e kom regjistru për shkak që ku e gjena i vetën, a i mundet me vazhdu. Kështë që unë jam e gatshme veç mrapa. Po, ajo çka ka nevojë mas shumë ti, me përkra. Po, me përkra. E kundërta omël është e hidhur. Kemi edhe momentet hidhura në jetë, kemi edhe rënje, kemi edhe sfidat ndryshme. Kemi ndonjë moment që ke mendu që ndoshta gjithçka portzohet, ose ke mendu që mundet me dërzu edhe ty personalisht si Blerta, po që e kete i kalu pastaj? Une, për vetë si Blertë që akom përjentu, kur nuk e bi pishman, edhe nuk e konsideroj të hidhur kur gjo. Moment hidhur e konsideroj veç babi. Pa. Sigurisht që i kuptojmë krejt emocionet edhe nëse nuk mundemi me folë për këtë pjesë, mundemi edhe me... Momenti ma hidhur o konë kur kom dëgju për babin që ju ka shkaktu një smundje edhe aty ka qenë momenti ma hidhur, sidomos kur je në gurbet. Po. E përjeton shumë keq, shumë ranë. Uroj veç aj me pas shëndetin edhe... Aturojmë edhe ne që me pas shëndetin, me qenë mirë, aj gjithë familja, mirë po edhe gjithë njerëzin përgjithësi, sepse shëndeti është primar. Vetëm aj, edhe qaj ka qenë, për ndryshe është me shëndet shumë mirë, faleminderit Zotit, edhe qaj ka qenë. Për ndryshe gjithçka mirë. Do të mu ballafaqu tashti me jetën. Është shumë i fort, është shumë i fort, edhe jam shumë e lumtur që i kam 2 prind. I pash me jetë gjatë. I kisha këshillu shumë shqiptar që m'ja dit vlerën babës edhe nanës, se kur i ki larg, ja din vlerën pak ma shumë. S'ka si kur era nanës edhe babës nuk ka në botë. Po besoj që gjithë se cili pajtohet me këta që po e thu. Blerta, cilat janë planët? Ku kemi me të pasë së shpejti? Qysh ka me qenë dimre? Sigurisht që kime u këthy në Zvicër, po kemi këthy pramë Kosovë si janë nisë ngjërimet e festave dhe shumë qka tjetër. Po, që ta është i veç, une edhe gjatë kësaj periude nuk kum nejt pa bo diqka. Dhe me thonë edhe pse kum pas eksperiencë njët t'hidhun e të gëzushme me karierë, jo munu me nejt me një farë stabiliteti. Po, që ta është po shpresoj, inshallah je mirë me shëndet edhe me vazhdu dhe mos mu nalë. Non-stop kom pas mbramje, edhe në Zvicër atje, edhe këtu në Kosovë, do me thonë, tash si të këthena, kom mbramje. Tani me data që shtu sa atje zakonisht vikendit janë që... Janë ma... Mbramje trinore i ki premte të shtune ma shumë, gjatë gjithë javës puna. Po, gjithë aktive, do të thëtë. Aktive. Mirë shumë. Blerta, kur pritet me u lansu klipi që kemi gjiru nesër, projektin përgjithësi, kështu kur pritet me kanë finalizim edhe me publikun? Po shpresoj ka fundi javës tjetër, ose fillimi javës tjetër që të vjenë. Sepse ndoshta ka pak punë, edhe... Montazha ato shkojnë këtë. Montazha ato, edhe une këqyri paka shumë në detaje, mu konë gjithë shka në regull, edhe mu konë të knaqë 2 palët, edhe kështu që... Po, a ke mu këthy në Zvicër, a ke me qëndru këtu desa të publikohet? Jo, ka mu këthy në Zvicër, tani prap me ardhë këtu. Po. Prap me ardhë këtu. Mirë shumë. Blerta, të falenderoj shumë që ishe bashkë me neve, shumë kënaqësi që të patëm, edhe të uroj punë në barë nesër, mos me ullodhë dhe me shku klipi ashtu si që ti ki qef. Falenderit shumë, shumë edhe njerë, falenderit edhe ty, Dilara, ishte një kënaqësi shumë e veçantë, për shëndes gjithë shqiptarët kudo që janë, edhe shëndeti, lumëturia, pache. Falenderit shumë.
Dashur shikues, ishim bashkë me Blertë në studio edhe ku bisedu ma shumë për të, për punën edhe gjithë shka tjetër. Ne po shkëputemi me një blog të marketingut dhe rikthehemi më pas me pjesën e 4 të emisionit, vazhdoni që ndroni me ne.